se prisja që të dal nga rruga edhe të bëj këtë video për 3-4 minuta, pra nuk e prisja, se prisja. Është një dilemë që përreqes para juve se së është dilemë për mu, të përdorim fjallën e bukur shqipe, apo të zëvendësojmë ato me fjalë të huaja që janë të papërshtatshme, që nuk e kanë hijeshinë dhe bukurinë e gjuhës shqipe, edhe tingëllojnë të vrashta, për shembull, fjalën befasi edhe surprizë. Fjala a ka gjuhë më të bukur, a ka gjuhë më të pastër, a ka gjuhë më të mrekullueshme se gjuha shqipe, kur përdorim vetëm fjalët e saj, me thonë autoktone, fjalët e saj që vinë, që burojnë prej saj, që rrjedhin prej saj. Gjuha shqipe është një mrekulli, është një perë, nuk ka shoqe në botë dhe është nana e gjithë gjuhëve të tjera. Për shembull, surprizja, befasia për surprizë. Befasia është diçka që vjen befas, që ti surprizje, edhe ka qenë e bukur, kur gjuhët e tjera kanë marrë nga forma pellazgjishte, që ekziston akoma në Shqip, surprizë. Unë surprizje, ti surprizje, ai surprizje, diçka që surprizim. Surprizë ka qenë jashtëzakonisht e bukur, rënje pellazgjike. Po jo masi e kanë marrë këto gjuhët e tjera, prej pellazgëve, që janë pellazg, që kanë ndryshuar gjuhët e tjera, edhe ta marrim ne nga ato me formën surprizë dhe pastaj të vim edhe të japim fjalë ndryshimin zgjedhor, siç e jep edhe ky sharlatani që ne kemi kryeministër, si ka ky që bëdhe podcast me gjuhë shqipe, aq rëndom bajt vrasht, Edi Rama, u surprizova. Kur kalon dhe fillon dhe zgjadhon foljen që është folje e huaj, është një fjalë e huaj. Surprizë është një fjalë e huaj, surprizë, në vend të befasisë. Surprizë ka qenë shqipe, nuk e prisje, vazhdon të jetë. E përdorim gjërësisht në surprizje këta. Por e kemi marrë këtë fjalën, e marrin këta idiotet, se gjuhën e prishin, gjuha është e bukur. Kur e flasin njerëzit e thjesht, të pa shkollë, është një perë, është një mrekulli. Kudo që të shkosh për shembull, të shkosh në dasmë, të shkosh në vdekje, të shkosh në përfshatra të thella, ku njerëzit nuk shtiren të flasin si të kulturuar, dhe flasin gjuhën ashtu safi saklam, aro. Gjuha është një perë, gjuha është mrekulli, gjuha prishet kur një fshatar pa edukat dhe pa shkollimin e duhur kërkon të flasë njëri i madh, edhe harron fjalët e bukura që ka, që ja ka dhuruar lumi i jetës që vjen, që kam edhe përdor fjalët e huaja, fjalë të mëdha, që stonojnë, ose prishet nga ato njerëz që edukohen po janë mediokër, njerëz sharlatan, edhe duan të tregojnë atë me superlativa detyrinë që kanë, të përdorin fjalët e huaja. U surprizova, thot ky, për arrestimet e fjalëve të Erjon Velis, e pastaj u surprizova që e arreston para zgjedhje, e pastaj mos i muj, ka bërë shumë mirë spaku që na pastroi shtëpinë. Këta janë gjëra që surprizin, këta në të surprizat. Edhe herë, fjala shqipe, edhe gjuha shqipe, kur flitet me fjalët e saj, të vetat, është një mrekulli. U befasova, në vend u surprizova. U befasova është poetike. U befasova është rrjedh natyrshëm. Është për vetëm poetët, kur them poet si Migjeni, Naim Frashëri, Jeronim Derada, din ta shijojnë, ta përvetsojnë dhe aplikojnë bukurinë e gjuhës me fjalët e vet, gjuhës apo shkrimtar për shembull si Nasilera apo Jakov Zoza. Po kur gjuha
lihet në dorë të sharlatanëve, këtyre gazetarëve idiot që kemi në për media, në televizor, apo këtyre politikanëve, ajo shkatrohet si shta kanë shkatru në kryesisht në parlament për sa vite, edhe tash pra u surprizova. Është edhe një herë, ju lutem, mos e keni manin me përdor fjalë të huja, fjalë që s'janë të Shqipës, fjalë që kanë hy në gjuhën Shqipe, mos jeton ai kanë marrë neve. Surpriz, nuk është surpriz, është surpriz e prisja, diçka që se pret, diçka që vjen befas. A ka fjalë më të bukur se sa Shqipja u befasova, befas, edhe tregon se si rrjedh. Rrjedh një herë, shkojmë atje, në qoftë se keni lexuar një libër të Sezan Gurit, Gjuha e tingujve të natyrës. Çfarë është fjalë befas? Që volon. E volon nuk është fjalë e huj, është fjalë që kanë marrë nga Shqipja, që shkon val, nga pika më e ulët e përdor Charles Darwini në këtë gjoja kalimin e specieve nga një stad më i ulët në një stad më i lartë, që nuk është vërtetuar shkencërisht, por fjala evolucion prap vjen nga val, që vjen nga pika më e thellë, për shembull, e largët të detit dhe valon. Për shembull vjen breg detit, nga vjen edhe emri i bukur i Vlorës, Valon, atje të bregu ko Valon. Po befas, për shembull, tingujt e natyrës, Sezan Gurit. Letë shkojmë të njeriu më i lashtë që mund të mendojmë. Çfarë mund të ketë befasuar njeri që të bëhet fjala befasi, që është merr, që është e papritshme? Ka qenë një hedhje guri që ka qellu dikush tjetrin. Si bën guri kur bjen në trup? Bën fap ose fap. Nuk bën bum si di bitë në eqës. Pra kur vjen një shigjet nga një armik fshetës, edhe të ngullet ty aty, i ngullet fëmis që ke në krahe, bën fap. Kjo është faja, me bo fap, befas, edhe evolon gjuhë e bukur, befasohemi, diçka që se prisja, se prisja. Edhe vim dhe pastaj dhe e morim nga gjuhët e tjera, surprizova që ka ndryshu, që jenë mama i gjithë gjuhëve, që i ke falë gjuhën gjithë botës, shkon dhe e merë atyre e morin këta në mënyrë sharlatane, mos i ka hynë për fabrikat atyre, edhe është bo gjohë e fjalë tjetër, edhe e përdorim ne, vlezër e motra. Unë nuk kuptoj shumica juve, jetoni jashtë shtetit, edhe futën fjalët e huja, në mënyrë të pavetëdijshme, se flisni çdo ditë, çdo natë, fjalë të tjera një gjuhë tjetër. Unë nuk kuptoj që vjeni në Shqipëri, ku shkollat kanë shtërru, me qëllim apo pa qëllim edhe futën fjalët e huja çdo ditë, që është e turpshme, që tingëllojnë keq në gjuhën shqipe. Unë e kuptoj që ne kemi ignorant në media, që e kanë për kënaria koma të përdorin fjalët e huja, por ju lutem nuk ka që më të bukur se sa fjala shqipe në Shqip, ajo shqipe që i ka dhënë gjithë fjalët gjuhëve të huja, e ne i marrim sot, përdorni shqipen e bukur. S'ka gjë më të këndshme, u befasova. Boni bef, me befasoj, jo surprizova, me surprizoj, largohuni me çdo kusht kudo që keni mundësi, përdorimit të fjalëve që nuk kanë vend në gjuhën shqipe, edhe tingëllojnë shumë keq, se nuk ka ardhur në mënyrë natyrale, nuk është evolim i gjuhës nga fap të befap, befasoj, diçka që befap, që më befasoj, të ku befasova. Apo si që vjen që se prisja unë edhin, që të dilte që kjo e pas ka po puqin ati të Erjan Velijet, për shembull, se kishe numër 2. Vetëm Erjan Velin kishe kundërshtar që mund të zëvendësonte ata me sa hapën mbyll syt
me socialistëve, se kishte emër të madh, Erjan Veliaj me socialistëve. Unë nuk e besoj, e nuk e prisja, se pris. Që ai në fillim të thoshte na punoj spaku, në parazile, pastaj mas 2 javë i fshtiu lotë krokodile dhe thot, bravo që o spakut në pastroj shpinë socialiste nga këta halet, nga këta të korruptorit, pra Erjan Veliaj, me shok. Pra se prisja, se pris është një mrekulli. Tingëllon bukur me të fjalën anglisht Febreze. Breeze është diçka një flat që vjen natyrshëm dhe Febreze është një lloj ilaçi si parfum që përdorin këto për të hallë dhe është Febreze, po Seprise është në rregull, po ka hik është largu. Ne kemi shku prap, ke një fjalë akoma më e bukur për gjën që nuk e pret, që Seprise, ka ajo që po fap, që vjen pa kuptu e pa pret. Be fals. Edhe kështu kemi shumë fjalë të tjera, por nuk është rëndësishme të mbledhim çdo lloj fjale të bëjmë leksion gjuhëtar, thjesht vetëm për të përcjellë mendimin që gjuha jon, gjuha e nënës dhe babës, gjuha shqipe, është një gjuhë e pastër, është një gjuhë mjaft domethënëse, është një gjuhë poetike, plot me metafora, si për shembull tu ngjatë jeta, përshëndetja, tu zgjaf të jetë aty, ose faleminderit, unë prej lutem, i falem në retat, i përulem në retat. Pra është, nuk gjenë të gjunë botë, të jetë më e madhe, të i ka të gjitha mrena, duke fillu që nga tingujt e natyrës, si shtot ky përshin, se kështu ka poshtë jonë gjithë, e kukarashi, e deri të këfjallet më të sofistikumet Shqipës zbërthehen me vetë Shqipen, edhe fjalët e huja që të hujt përdorin, prap zbërthehen vetëm me Shqipen. Prap se ne dhe prishim gjuhën, kemi një gjuhë të mrekullueshme vëllezër e motra, nuk dim të flasim, nuk është fajon, se jemi largu nga baza, kemi hik nga fshatrët, edhe jemi fut në një botë ku nuk gjejmë ata që kemi pas, edhe për inërsi përdorin në hynë fjalët që janë tonët, edhe më shumë po e përdorin këta që na hiqen për të ditur kur s'kan asnjë lloj ditorie, kur s'kan asnjë lloj ndjenje shpirtërore, edhe kanë një shpirt bashkë, edhe për të duk ditur përdorin fjalët e huaja, por shqipja, vëllezër e motra, është gjuhë e madhe, është gjuhë poetike, është gjuhë që e me të drejtë mund thush gjuhë e perëndive, si që ka thonë edhe Aristotle Kolla, shqiptari grek, Arvanitas. Sami Gjoka, ju përshëndes.